Lidhemi çik me Erion Braçën. Pse? Po ta pyesim për pensionet valla, sa do të rrisin. Po pra, të pyetën ti gjyshin? Po më tha nona sa 18 sa do rrit apo 180. Ja po, 1.800.000. Pyet edhe nona po, çfarë fare. Ja ta sqarojmë tani. O zoti Braçe. Zoti Braçe. Alo mirëmbrëma. Alo mirëmbrëma. Më fal se mos shqetësoj, mos ke punë, apo të ka rënë ndonjë Ke aty. punë aty poshtë. Si jeni? Ku poshtë re? Të syt që dalin? Po aty poshtë pra. Po poshtë tavolinës. Çfarë poshtë tavolinës? Nuk jam poshtë tavolinës, jam ulur në karrigen e zyrës time, thjesht jam pak i shkurtër dhe kam harruar karrigen që ulem zakonisht. Është një stol që vendos mi karrige dhe ulem zakonisht. Çka ka këtu për ta vapitur një herë? Çe bëni sigore? Na fal. Po pra ta vëm na fal se si. Çka keni urdhoni? Kush jeni ju një herë? Jemi emision e vërtetë kritik, po s'ka rëndësi. Nga cili televizion? Emocioneja. Jeni ata të Saliut ju. Ju njoh. Flamur Noka tha atje që jemi të Ramës. Po ç'a do thoj Muli? Po nëse ç'a problemi keni se ju sqarojmë gjithë, nuk kemi kështu ndasi socialist demokrat. Donin të pyesin për këto pensionet alla tash. Si do funksionojë alla? Sa do rriten, si do funksionojë? Sa lekë 180? Po, ja një sekond ta gjej pak atë dokumentin. Kisha një blok këtu, nuk e di. Griu majt gishtave. Po fiks. Ku është ai bloku? Ja aty po. Tregje kujdes dronin. Po avash dronin se e prish. Se mos bie nga koka. Zoti ma. Atëre. Se nuk qeshet në këtë rast. O zoti ma. Tu sqarohet qartë. Mos kishim karrige ta veshin tamam. Për pensionistët, duke filluar nga viti i ardhshëm, do të kenë shofer personal. Të llona nafte pa limit. Çfarë thua? Do të kenë rimbursim qiraje. Do të kenë telefon, domethënë telefon paguar. Dhe do të kenë edhe para xhepi. Çfarë thua? Fal se kjo që nga ajo që e ne deputetëve. Një sekond. Gjela pa fjalë, thash si ka mundsi. Veta ato. Atëherë se kam marrë shumë mesazhe në inbox dhe do t'ja sqaroj të punën e pensionistëve. Po na sqaro pra ha. Duke filluar nga viti i ardhshëm, do të ketë rritje mujore të përmuajshme përveç të ardhurave pensionale që kanë deri tani, do të kenë rritje të përmuajshme të ardhurave pensionale. Sa do jetë, po e morën vesh atë. Vitin e ardhshëm pasardhës në 2027 do të kenë dy fishi o djali. Fal. Viti i ardhshëm është 2026 apo jeton në 2013 në kohën e Saliut. Po pra, pastaj 2027 çfarë do ndodhi? Në 2026 do të kemi rritje të përmuajshme mbi të ardhurat aktuale pensionale. Po sa se këtë duam të dim. E keni parë në rrjetet sociale edhe tek kryeministri edhe në media të tjera. Po 180, 1800, 18 apo 180.000. E njëra nga këto është o 1.800 lekë të vjetër, o 1.800 lekë të rinj, që kam alternativa, o 18.000 lekë të vjetër, o 18.000 lekë të rinj, o 180 euro diçka e tillë. Varet nga sjellja e pensionistit, domethënë, si është sjell. Pensionistët në përgjithësi sillen shumë mirë me ne. Sidomos në përzgjedhje. Atëherë, si tha, urdhë. Ta publikojmë këtë video, kemi bërë një video për Ramën. Ta publikojmë? Publikoj direkt. Ik se jam live tani. Ik. Si do duk Juve? Jo tifoz i Juves. Partizanin pëlqeu shumë. Mirë ishte Partizani. Ha dik tash. Ha Juve do kualifikohen Champions. Po ikur se kam punë. O zotëri letër se kemi hallë këtu. Po ç'është kema vetani zoti Braçet janë. Ku e lam tha? Po ju thoja vitin e parë, pra në 2026 do të ketë rritje të përmuajshme. Në 2027 do të ketë rritje të përmuajshme dy fishin e 2026-s dhe në 2027 do të ketë rritje të përmuajshme pra tre fishin derisa në 2029 të shkoj pensioni minimal 200.000 lek, 200 e kusur mijë lek, pensioni mesatar 400 e kusur mijë lek dhe pensioni maksimal kusur mijë lek. Po, me kismet. Po, kjo 2028 që ka vit fati, u sqaruam tani. Në vitin e 3, po në vitin e 8. Në vitin e 8 është ky këtej pastaj. Sa do ketë vajt ande apo? Pa atëherë do ketë vajt kusur mijë lek. Kusur mijë lek. Që nga rritje e madhe mo. Kështu. Atëherë X milionë kusur lek. Keni ndonjë paqartësi tjetër? Urdhëro. Ka ardhur njëri nga Divjaka, ka sjell karrota, djath, kaçkavall.
Ato që prishen futin në frigorifer, tjerat lëri aty ti, mbi poshtë tavolinës. Hajde. Poshtë tavolinës e lart nuk e ka dot. Mirë zoti braçe, faleminderit. Qartë se ka s'ka ku. U sqaruam. Po. Hajde mos u bezdisni më për të punë se kemi dhe punë tjera. Dim që pensionistët duhet votojnë prapë për sëmë. Ku e la stilolacin? E ke djathtas. Ka djathta tjetër. Gjata tjetra akoma. Ja, ti jo. Aty brenda apo Se ka drekën aty po. Hajde boft mirë pafshim, mirë pafshim. Faleminderit.